Vetëm në tremujorin e parë të 2025-s janë regjistruar 391 viktima të dhunës në vendin tonë. Viktimat janë 284 gra, 53 burra dhe 54 fëmijë, tregojnë të dhënat e Ministrisë për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini. Dhuna është kryer nga 286 autor, prej të cilëve 266 burra dhe 20 gra. Për nga lloji, 221 raste janë dhunë fizike, 345 psikologjike, 9 ekonomike dhe 2 seksuale. Për ta luftuar dhunën, Ambasada e Britanisë në bashkëpunim me Ministrinë e Politikës Sociale dhe Zyrën e UNFPA-s nisën fushatën në sloganin "Ka ndihmë për jetë pa dhunë". Ministri Fatmir Limani u bëri thirrje institucioneve që të mos e shohin një grua të dhunuar si rast me një dosje, por t'i japin ndihmë konkrete. Grave që sot ndihen të pafuqishme, duhet t'ju them, nuk jeni vetën. Kemi ndihmë, keni rrugdalje, ka jetë pa dhunë. Ti ke të drejtë të jetosh me dinjitet, të duhesh pa u friksuar, të jesh e sigurt në shtëpinë tënde. Zëvendës ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar Daniel Filler tha se ligji dhe policia nuk janë të mjaftueshme, por duhet të ndryshohet mentaliteti. Gjithashtu shtoi se së bashku mund të ndërtojmë një shoqëri ku nuk tolerohet dhuna. In the past 4 years, we have worked with UNFPA, ministry officials and partners from institutions to, 1, prepare the legal framework for improved gender-based violence services, 2, establish the multi-sector protocol for services for survivors, 3, offer an integrated data collection model, and 4, and maybe this is one of the most important outputs, we're now partnering with the Ministry of Social Policy, Demography and Youth to start implementing a strategic communications approach to gender-based violence. A na site žrtvi, ki jim poračame i jaz, ki se pridružam korporakite na prethodните govornici, ima pomoć za život bez nasilstva. Përmes kësaj nisme, institucionet u bëjnë thirrje jo vetëm viktimave që të kërkojnë ndihmë, por edhe shoqërisë që të mos heq, të mos kthej kokën anash dhe të reagojë, sepse dhuna nuk është çështje private, është përgjegjësi e përbashkët dhe lufta ndaj kësaj nisme vet ndjesim, solidaritet dhe veprim.